një çift ndoshta të cilët mund të jenë thjesht të dashuruar, që pëlqejnë njëri tjetrin, familja i bën presion për t'u martuar, sepse mentaliteti i komunitetit është shumë i fortë, shumë i ashpër. Çfarë moshe po flasim këtu? 9-18 vjeç. Ke pa raste që shkojnë shumë më poshtë moshës 18 vjeçare? Ne kemi qenë në komunikim shumë të ngushtë me mekanizmat e ndryshëm që ekzistojnë. Ka 61 mekanizma të koordinuar referimi që adresojnë çështjet e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje. Pra në 61 bashki të Shqipërisë ne kemi mekanizma të cilët funksionojnë. Dhe ato përveç menaxhimit të rastit, ato gjithashtu evidentojnë edhe raste të këtij lloji dhe ne kemi patur në diskutimet më të fundit që kemi bërë për të evidentuar rastet, për të dokumentuar ato, kemi patur raste që për shembull një zonjë e cila tani është në moshë madhore, fëmijën e parë ka lindur 13 vjeç, ndërka që flasim, ajo ka 6 fëmijë. Dy të parët, për shembull, në momentin që lindën dy të parët, ajo ishte deri 16 vjeç, kishte 2 fëmijë, të cilët i abandonoi. Abandonimi ndodh për faktin se një njeri i tillë është realisht i papërgatitur emocionalisht, psikologjikisht për të qenë një nën, për të qenë prind, për të qenë një bashkëshorte, për të kontribuar në atë mënyrën kuptim plotën familje, sepse normalisht ka shumë përgjegjësira momenti kur dikush krijon një familje dhe sjell në jetë fëmijë.